Protesta masive në Serbi, në Bullgari, në Rumani, po pse në Shqipëri njerëzit kanë zgjedhur t'i bojkotojnë protestat, edhe pse thirrjet kanë qenë të vazhdueshme, kryesisht nga politika. Shqipëria ndër vite ka njohur protesta që i kanë detyruar qeveritë të ndryshojnë kurs. Një nga më të njohurat mbetet protesta kundër armëve kimike në vitin 2013. Vërshimi të rinjve dhe qëndresa qytetarëve detyruan qeverinë e sapo ardhur në pushtet të tërhiqej nga vendimi. Protesta funksionoi. Një tjetër moment i rëndësishëm ishte dhjetori i dytë i studentëve në vitin 2018. Ligji i ri për arsimin u refuzua nga universitetet dhe për ditë të tëra Tirana gumzhinte nga zëri i rinisë. Masiviteti dhe fryma bashkuese bën që kryeministri Rama të tërhiqej dhe të kërkonte dialog me studentët. Edhe protestat e vazhdueshme të viteve 2023-2025 për mungesën e medikamenteve në onkologjik janë një tjetër betejë që solli rezultat, rritje të buxhetit për vitin 2025. Një hap i madh i detyruar nga presioni qytetar, edhe pse ky sektor mbetet ende larg përmirësimit. Ndër vite, protestat të tjera të cilat kanë shënjuar reagim kanë qenë protestat për mbrojtjen e Vjosës në vitin 2021, protestat kundër rritjes së çmimeve në vitin 2022 dhe protestat e vazhdueshme të minatorëve. Këta shembuj tregojnë se protestat kanë funksionuar. Apatia dhe braktisja e protestave viteve të fundit lidhen me humbjen e shpresës. Dëgjoj nënën këtu, nuk dal asnjëherë në proteste. Sa dalim kot. Asnjë gjë nuk zgjidhim. Ngriuni ju që jeni më të ri, jo neve, edhe juve t'jepni vru. Shqiptarë pse s'dalin protesta, si e mendon? Se kanë mendjen këtu të kafet. Nuk jemi të rima, mund të luftojmë për çdo tjetër, po nuk luftojmë për vete. Por historia ka treguar se rruga ndryshon rrjedhën e gjërave kur protestat janë me një qëllim të qartë, të drejta dhe bashkuese.